Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nderuar pranishëm, pa ju zgjat shumë, pa ju mërzit. Unë doja t'ju kujtoja se Gjirokastra ka qenë kryeqendra ose kryeqyteti i parë i trojeve shqiptare në periudhën osmane. Tema për cilin do të flas e kam titullu Gjirokastra djepi i kadilerëve, edhe normalisht kur e lexojmë ngjall një lloj xhelozie dhe një lloj kërshërie, po qendrat e tjera, Shkodra, Prizreni, Shkupi, Manastiri, Ori, Dibra, ku janë? Janë disa veçori, janë disa rrethana që nga kjo zonë, pra nga jugu i Shqipërisë kryesisht, po në veçanti nga Sanxhaku i Gjirokastrës, në kategorinë e kadilerëve, në administratën e gjykatave, kanë bërë atë furnizimin më të madh, kanë ofruar mos shumti burime njerëzore. Prej vitit 1417, që është konsoliduar pushteti Osman në trojës shqiptare, unë përmenda që Gjirokastra ka luajtur rolin e kryeqytetit të këtij Sanxhaku të madh, edhe nuk është trazuar asnjëherë sundimi Osman në atë zonë. Edhe në periudhën e kryengritjeve të Skënderbeut, në jugun e trojeve shqiptare, pushteti Osman ka qenë stabil, pra Gjirokastra ka njohur një lloj stabiliteti. Duhet bëjë edhe një lloj korrigjimi, në përgjithësi ne referohemi studime që vijnë nga Turqia rreth medreseve në Ballkan dhe në trojeve shqiptare, kur përmendet historia e medreseve e Gjirokastrës, e Shkodrës, në përgjithësi në rasti konkret i Shkodrës me që u përmend tek sa më përpara, referohemi medresesë Bushatlive e në vazhdim. Shumë medrese kanë humbur historinë e tyre, nga që gjatë komunizmit, pra u zhdukën të gjitha dhënat fizike, bashkë me ta u zhdukën edhe mbishkrimet edhe gurët që mbanin datimet e tyre. Shumë personalitete vendore, pashallar, vezirler, kanë bërë rikonstruktimin apo zgjerimin e shumë medreseve dhe automatikisht kanë ngelur edhe emri i tyre. Por që zanafilla e shumë medreseve është më e hershme. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Gjirokastrën. Përse e përmend këtë? Neve në trojet shqiptare kemi pas institucione arsimore që kanë pasur një vazhdimsi pa ndërprerje për një periudhë mbi 400 vjeçare, që për fat të keq, me ndryshimet që erdhën në fillim të shekullit 20, të gjitha këto gjurmë u shkatëruan, edhe nuk mbeti asgjë prej tyre dhe duket sikur e gjithë kjo hapësirë ka qenë tokë djerrë, nuk ka pas asnjë lloj vlere. Nëse do të ishte një diçka tek popujt fqinj përballë nesh të paktën për te Adriatikut, institucion arsimor 400-500 vjeçar, ato nuk do të guxonin që t'i preknin qoftë edhe një gur, kurse neve i kemi rënuar. E përmenda këtë për t'tregu humbjen e madhe materiale dhe shpirtërore që është shkaktuar popullit shqiptar. Përsa përket medresesë kadilerëve që unë jam referuar, edhe është një regjistër Sallame Ilmia që quhet, pra që të mos u zjas shumë, kjo është një histori që ka të bëjë me gjysmën e dytë të shekullit 19, ku pas Tanzimatit, siç u përmend shpesh këtu, në kuadër të reformave u krijuar një shkollë e posaçme për prodhimin e kadilerëve, edhe për të furnizuar, po themi, administratën e gjykatave të reja moderne që tashmë ishin krijuar. Gjirokastra, jugu i Shqipërisë, po Gjirokastra, kur përmend Gjirokastra, do të kemi parasysh komplet gjeografinë që Gjirokastra ishte qendra e saj, pra Libohova, siç u përmend këtu nga parafolsi, Delvina, Berati, Tomorica e shumë krahina tjera, me të vërtetë që kanë lënë gjurmë mëdha si në kategorinë e ilmies, pra në kuadër të hoxhallarëve, dietarëve në përgjithësi, po ashtu edhe në të kadilerëve. E njëjta gjë vlen edhe për rrethet e tjera. Por në Shkodër, veçanërisht në Shkodër, në Prizren, në zonat veriore shqiptare, shohim që shumica e kuadrave, edhe kur formoheshin në Stamboll, në medreset e Stambollit, ato ktheheshin në vend për shërbyer, qoftë medrese, qoftë në myftini, qoftë në imamullik apo detyra tjera fetare. Ndërsa Gjirokastra, pra për këtë periudhë që ne flasim, shohim që këto shpërndahen në të gjitha anët e Prandorisë, edhe i gjejmë që kadilerë nga Gjirokastra dhe nga Libohova, i gjejmë që kryshtrojnë funksionin e kadiut në Yemen, i gjejmë pranishëm në Kuds, i gjejmë në Medine, në Hijaz kryesisht, i gjejmë në Irak, i gjejmë në Siri. Dhe kjo ka bërë që të krijojnë edhe atë imazhin, domethënë që të dominojnë për themi me prezencën e tyre. Mund të lind një pyetje, medreseja e kadilerëve ka filluar funksionimin në vitin 1856, edhe nxënës nga trojet shqiptare kanë vazhduar të shkojnë atje deri në vitin 1914. Pastaj dihet ndërprerja
për rrethanat e reja politike që u shkaktuan. Mund të lini një pyetje se pse kaq shumë kanë shkuar nga kjo zonë. Unë du të citoj vetëm Sami Frashrin tek enciklopedia e tij Kamus el Alam tek zëri Gjirokastra, pra Ergiri që referohet ai, thotë: pjesa më e madhe e muslimanëve janë studentë të shkencave fetare, pra janë të pjesës ilmie. Nga kjo kasaba dhe nga fshati i madh i Libohovës që ndodhet përballë, kanë dalur shumë kadim. Ndër tjera ai thotë: me qenë se Libohova ka shumë medrese dhe mjete për mësimin e shkencave fetare, një pjesë e madhe popullsisë saj përbën nga studentë dhe ulemat që lëvizin nga një post në tjetrin si kadim. E përmenda këtë që t'japën dhe përgjigjen pyetjes që ngrita se si ka mundësi përse kjo prezencë kaq e madhe në medresen e Kadilerëve nga Gjirokastra. Duhet dim që në medresen e Kadilerëve ka pas një provim të posaçëm për pranimin e studentëve. Shumë studiues, ndërto dhe Natali Kler, që është marrë shumë me historinë shqiptare dhe kryesisht me dietarët, me Kadilerët, me origjinë nga Gjirokastra, thotë se një ndër shkaqet është ajo lidhja që kemi ne shqiptarët, pra krijohet një lloj rrjeti social ku ndihmojnë njëri tjetrin për ta çuar në detyrë dhe për ta ngritur atë, ku shehlerët sugjeronin nxënësit e tyre apo profesorët ndihmonin apo orientonin që të merrin këto poste. Unë do të përmend që edhe veçori tjetër që duhet thohet këtu është që në qytetet shqiptare ka pas një nivel shkencor fetar të jashtëzakonshëm. Edhe ka pas edhe shumë hoxhallar të asaj kohe që kanë pas të drejtën e dhënies së ixhazetnameve në kategorinë e lanë të ndryshme. Edhe sidomos nga medreseja e Libohovës dhe nga medreseja e Gjirokastrës. Edhe kjo është edhe arsyeja që shumë medresistë, pra nxënës që mbaronin medresen Libohova apo Gjirokastër, me bashkë me diplomën e medresesë që kishin, edhe me ixhazatnamet që merrnin nga shehlerët, nga muderrisët e tyre, kishin përparësi pranimi. Dhe kjo, unë mendoj, kjo është një ndër arsyet e prezencës së madhe të kësaj zone si Kadiler. Nëse do t'i referohemi regjistrit të Sallames Ilmie, pra të diplomuar në medresen e Kadilerëve, që përmenda dhe harkun kohor nga viti 1858 që del që është Abduselam Efendiu i pari me origjinë nga Gjirokastra që përmendet, edhe një herë do ta theksoj, kur themi Gjirokastra, bëhet fjalë Gjirokastër, Libohov, Përmet, Delvin, Kurvelesh, pra është një hapësirë e madhe gjeografike. Edhe deri në vitin 1914, pra që është Ahmet Hamdi Efendi, janë 158 persona të diplomuar në këtë medrese. Unë kam bërë një tabelë krahasuese, ku për çdo vit diplomimi kam nxjerrë edhe numrin e shqiptarëve, pra të diplomuar, sa është numri total dhe sa është numri i të diplomuarve me origjinë nga Shqipëria, që mos ju lodh me vite, unë po sjell totalin në numër total deri në vitin 1914 në medresen e Kadilerëve në Stamboll janë diplomuar 985 studentë, prej tyre 245 janë me origjinë shqiptare. Pra kjo tregon prezencën, pra afërsisht pothuajse 1/4 e studentëve kanë qenë me origjinë shqiptare. Kjo është ajo që është lehtësisht e evidentueshme përkatësia e tyre, se ka edhe shumë elementë shqiptar që nuk evidentohet përkatësia e tyre. Nëse do t'i referoheshim si Janinës si vilajet, absolutisht që numri do të zgjerohesh edhe më shumë, edhe kjo është, unë besoj se edhe një ndër arsyet që nga Gjirokastra ka dalë një numër kaq i madh Kadilerësh edhe hoxhallarësh, është që numri i madh i medreseve në vilajetin e Janinës, pra në shekullin e 16, në shekullin e 17, pra evidentohen 14 medrese në gjithë vilajetin, pothuajse çdo qendër kazaje në atë kohë kishte një medrese që funksiononte, duke qenë se medreset kryesisht mbaheshin nga vakëfet, pra ishin pavarur ekonomikisht dhe kjo siguronte edhe mbarvajtjen e tyre dhe mirë funksionimin e tyre, po ashtu do të përmendet edhe diçka dhe me këtë do ta mbyll, pa u zgjatur më shumë. Për fat të keq ne na krijohet imazhi sikur tek populli shqiptar, tek Ballkani në përgjithësi dhe tek populli shqiptar në veçantë, nuk ka pasur ndonjë përkatësi fetare. Edhe gjithmonë që domos studimit që bën periudhën e komunizmit, shqiptarët paraqiten sikur fenë e kanë marrë me sportivitet, e kanë përdor fenë sipas interesave, kur i duhesh të tregohesh si musliman e bënte një gjë të tillë, kur i duhesh të tregohesh si jo musliman e bënte një gjë të tillë, gjë që nuk është e vërtetë. Do momentat edhe historia vërteton komplet të kundërtën. Në përgjithësi Ballkani ka qenë një popull shumë fetar edhe shumë i përkushtuar fetarisht, edhe shqiptarët kanë qenë shumë fetarë edhe shumë përkushtuar fetarisht. Dhe unë do të përmend
Pra nga kujtimet që janë grumbulluar rreth Hoxhës, për cilin referoi edhe doktoresh Hatixheja më përpara, Ali Jakub Efendiu, në rrugtimin e tij të formimit si dietar, që ka udhëtuar nga Shkupi për në Egjipt, thot kur kam zbritur thot në Aleksandri, thot kam gjetë në Ballkan, pra në trojet nga ai vinde, kam lënë më shumë fe se sa gjeta në Aleksandri. Pra edhe përmend edhe një ndodhi në stacionin e trenit ku u thirr ezani i ikindis, thot mezi thot u bëm 2 veta, thot që të falnin thot namazin e ikindis. Pastaj thot kur shkova në Kairo dhe ezheri e prezenca e dietarëve të tjerë u përmbys thot panorama që kisha. Pse e solla këtë? Për treguar se sa i madh ka qenë ndryshimi demografik edhe fetar që sollën luftat ballkanike, në trojet ballkanike dhe në trojet shqiptare veçanti, po ashtu edhe periudha e komunizmit që ne kaluam. Lutim Allahun xhaleshanuhu që na japi sukses edhe t'ju mundsojmë për lexuesit dhe për ato që i interesojnë që të nxjerrim sa më shumë informacione historike që të rikthehemi edhe një herë përkatësisë tonë origjinale. Zoti ju nderoj.